Nuk do të ketë probleme teknike. Po flasim për LDK-n test 1, 2, 3. A është mirë. Testaje mikrofonin si Lumiri. Me numër të partisë. Ka një shpjegim të deklarata e zotit Abdegjiku dhe që po e shoh po interpretohet, unë mendoj, gabimisht prej shumë kolegëve tanë edhe prej opinionzbërëve tjera dhe politik brenda LDK-s, në cilën po e shohin si taktik. Praktikisht, Lumiri Abdegjiku sot ka dhënë dorëheqje në këtë konferencë, nëse do në me kuptu edhe po mundona me spjegu. Pra, si proces juridik ose ligjor, ky po shkon i dorëheqje në kuvend. E thirr kuvendin, e mban një fjalim, e thot, siç kam thënë në kryesi, jam këtu në kuvend, e jam i dorëhequr para jush. Dhe pia ti momenti, janë statuti i partisë i cili e tregon se si bësh të si kandidat për kryetar të LDK-s. Pra, nëse s'gaboj, duhet mbi 50% e kuvendit përgjithshëm të përkrah për me kandidu. Kështu nëse nuk gaboj e di e thot statuti i LDK-s. Dhe për ati momenti, kushdo që i siguron mbi 50% të prezencës ose të nënshkrimeve është kandidat zyrtar. Këta mund të bëj prej sonte se cili që dënë më bo kryetar i LDK-s. Qysh prej pas kësaj mbledhje. Lumiri Abdegjiku është dorëheq, ka dhënë dorëheqje. Praktikisht për mu kjo është dorëheqje. Dhe secili interpretim tjetër ka për synim me bo një goditje tull politike dhe me nxita ende debate brenda jo, taktika jo, gjëra të tilla. Pra tash kushdo që synon më bëu kryetari i LDK-s, le del dhe le të matet me forcë se kush do të shfiton. Duke folur për procedurën, po leadershipi nuk është procedurë, është... Jo, për çfarë leadershipi e ka dhënë dorëheqjen, po thotë kështu, në kuvend jam të shkuj dorëheqjen. Jam të i thon kuvendit, unë nuk jam më kryetari i LDK-s. Nëse më doni mua, unë prap po kandidoj, se ky e konfirmon, që jep dorëheqje ky po prap kandidan për kryetar i LDK-s. Që i bjen edhe i dyti Arben mund me i dhe i treti dhe bëhet gar. Kushdo që fiton bëhet kryetar i LDK-s. Ky s'pja ndalon kërkujt me kandidu. I njëjti po interpreton, po thot, është statuti, janë opsionet, secili nga ata që don me kandidu kandidan, nëse janë më shumë se 2 kandidatë hyn në votim sheft, edhe vazhdon kjo punë. Lumiri Abdegjiku bëhet dikush tjetër kryetar. E kush do ta votojë? Do ta votojnë njerëzit që i kanë zgjedhur Lumiri Abdegjiku apo në kuvend? Jo, nuk janë kuvend njerëzit visht Abdegjikut aty. Janë 180-90 delegatë, sa janë? Kryetari me atë punë ka, merret me reformimin e degëve. Jo, s'është. Edhe emron njerëz të tjerë. Me reformimin e degëve. Cila do të ishte efekti? Çka ndodh Arben në rast se ky ka dhënë tash dorëheqje, sepse kjo për mua është dorëheqje përsëris dhe s'ka kandidat tjerë. Tash pse ata si mendon që s'ka kandidat tjerë ku ka njerëz, unë jam i sigurt se nuk ka gjave që kesh të menduar një opsion tjetër. Ka pas kur këtë probleme. Kesh të shpjeguar diçka tjetër. Ka shumë, kam përshtypjen do të ketë shumë. Mund në esencë, dëgjoj në esencë, këto çfarë ka thonë Abdegjiku, unë e kuptoj çështu. Pra njëti ka dhënë dorëheqje, shkon në kuvend. Në rast se ka një kandidat dytë, merr vota, vazhdon tutje. Kam një pyetje shumë shkurtë. Para punës, një kryetar partie që synon një betejë politike dhe fiton një ditë ta mund një dikë që i ka 51% në Kosovë. Qysh? Po duhet ta përmend dorëheqjen. Qysh? Një njeri që pretendon të jetë lideri i Kosovës, të jetë kundërshtari Albin Kurtit. Po. Duhet ta përmend dorëheqjen, fiton. A e din kur ka fitu, a e din kur